se Maduro nuk është një do si do. është një personalitet i një vëndi shumë të madhë. Pa tjetër. Me turnover shumë të madhë, është nga vëndet me rezervat më të datë naftës, është një ultra i majtë, këptot, nuk ka rëndësi, është një personazh që pëse së mori një mafja meksikana që nuk mori një meksikan. Aty ka meksikanët, Sinaloa, to. Pëse nuk mori një peruan. Sepse do rezikonte, po të përmënde emrat e tyre. Mi pa rregull. Te shqiptarët nuk rezikon. Tani, kjo është një super analizë si bën ti, por nga ana tjetër, fakti që thotë Andoena, mos e injoroni se nuk injoroni, është i pa injorueshëm. Edhe kur e pash u trollondita, diçka thash brenda vetes? Jo, ç'është këndvështrimi. Nga këndvështrimi, diçka thash. Këtë mërëshëm kërë shqiptare, burja ka për të Vetë Ramës prezontot, dërë në Venezuela po Maduro është që frikëshëm, bën beteja ideologjike me Amerikën, është si një pull Fidel Castro, është i frikëshëm, dhe e thot, po, do në vraj kërë shqiptare, dhe une, nëse si e bra një tifozit. Jo, dy emisionë në parë, se kemi thënë që kemi trajnuar dhe një lider tjetër këtu. A mund të komentojmë Madurën, apo të talëm? Po, komentojmë që ta mbyllim si, se e kryzua Madurena dhe nuk më përqea. Ka një të drejtë e cila ka ndodhur edhe në Ekuador, ndodhur edhe në Venezuelë, që grupet e fuqishme transnacionale ku janë dhe shqiptarët, depërtojnë deri nivele shumë të larta politike për të zgjedhur njerëzit e tyre në pushtet dhe për t'ju hapur gjithë portat për të sjellë drogën, qoftë në Amerikë të Veriut, qoftë në portet e Veriut të Evropës. Kjo ka ndodhur në Ekuador, kur njëri për ty që është arrestuar kohët e fundit, shkoi deri ke kunati i presidentit asaj kohe, dhe kjo po ndodh edhe në Venezuelë në zgjedhje, sepse ta nuk e duan Maduro, grupet e narkotrafikut aty nuk e duan. Dhe janë bërë të gjithë bashkë, përfshirë këtu dhe shqiptar, patjetër, që të mundsojnë, të paguajnë, që të hidhet të bira i nga pushteti për të sponsorizuar njeriun e tyre, njerëzit e tyre, që t'ju hapin portet e Venezuelës. E di kush është zgjidhja Karamuço? Po patjetër kjo është. E di kush është zgjidhja? Tani s'mund të thuash tani se bën mafia shqiptare. Jo mafia, se ka një grupi që u arrestua, vetëm një ishte shqiptar. Pikërisht pra. Por. Po ti e di kush është zgjidhja? Qëllimi është i përbashkët aty ku janë edhe peruanët, janë dhe bolivianët. Që të mos kemi hatara të tilla. Ti e di kush është zgjidhja? Mund të lokalizojmë pak, si ka mundësi që në Venezuelë krimi bëhet me opozitën, është kundër presidentit për të lullëzuar. Dhe këtu në Shqipëri, po e pyet se kam nevojë për mendim profesional të tij. Pra nuk e mendim tëndin. Pret, domethënë, ka mundësi që të mund ta pasuroj mendimin tim edhe me profesorët të pasuroj Karamuço. Dakor, pasuroj Karamuço. Nuk ka problem. Në rregull, tani si ka mundësi që atje vjen kriminalet për të begatuar përballë me pushtetarët, ndërkohë që këtu as zyrtarët nuk vriten, as policët nuk vriten, as qeveritarë nuk vriten, po janë gjithë lumtur dhe i vetëm që janë kohët është opozita. Atëherë, sepse këtu kemi ende nivelet e grupeve të strukturuar dhe organizate kriminale, nuk kemi terrorizëm. Po, këta grupet e strukturuar kriminale, si begatojnë si pas të jenë në Shqipëri? Nëse këta nesër, në bashkëpunim me strukturat veçanta të shtetit, pa tjetër. Faleminderit, dakor. Po në nga kanë dalë gjithë ato përgjime këto. Faleminderit, dakor. Po në nga kanë dalë përgjime këto. Në nga dalë përgjime këto. A mundem të pyes policinë, me qytetarë, me pasuroj pak dhe mua? Pa tjetër. Po, më fal, ana kanë dalë në përgjime. Me policë, me gjyqtarë, me prokurorë. Edhe Berisha atë thot. Tani,